ishtë bo, pa kur farë kontroli ala ato s'këshim mujtë me pasave. Prandaj, a është në kontrol të alatëve të Kosovës gjykata speciale? Me deshtë, do thotë, une po që ditë na qysh munën kultura perëndimore mi toleru qëto lëshime, edhe me leju një organ, mos me pas kur farë mbikëqyrje, as në shoqëri civile, jetë akademike, përveç na do që shkrym një 5 shkrime i kemë bo në do pjesë jurist të Kosovës që jem një 4-5 shkrime, s'po ku qashtë soj di. Unë, mos më marë kush me ate. Unë e qudit në, sepse për i përmeni, disa gjana që jenë institute juridike që jenë tërsisht qartë a burë kulturën perëndimore. Prandaj, ato, po t'ishte gjykat e Këshillit Sigurimit në Strasburg, një ditë do të pranojmë inshallah, dhash Zoti. Dhe ato një ditë përfundojnë në Strasburg. Qartë. Një mënyrë ose tjetër. Po t'ishte e Këshillit Sigurimit, ti shans nuk e pas me i sfidu. As Strasburgi, s'kish kry punë. Fare. Po. Prandaj është gabim ajo që thuhet. I marrim edhe disa pyetje të shikuesve që po na ndjekin me shumë vëmendje dhe të cilët i falenderoj shumë. Do t'i bëjmë shkurtimisht. Janë tematike, janë të një rëndësie, besoj, shumë të madhe, marrë parasysh që emisionin e bëjmë për ta. Hasan Bajoku thot, a është bërë gabim me faljen e 25 hektarëve tokë manastirit sërb në Deçan, pyetje për zotin Hasani? Shiko, a është bërë gabim, unë nuk mund të them, ajo çfarë unë mund të them është që gjykata kushtetuese fare nuk mund të fajsohet, sepse nuk ka thonë kur gjë tjetër gjykata kushtetuese, po se ka konstatuar që kanë thonë gjykata tjera për çështjen e manastirit. Kaq. Ajo tokë është aty, është tokë e Kosovës, s'ka ku shkon. Aty është, do të thotë. Okej, shkojmë me një pyetje tjetër. Çfarë rëndësie i Ilir Morina, çfarë rëndësie ka vendimi i gjykatës kushtetuese që jep të drejtën të parit ta propozoj kryeparlamentarit nëse po dashka me ta përcaktuar i dyti ose i treti, sepse përndryshe ta bllokojnë shtetin, sipas pyetjes që e ka me një koment. O akt vendimi, po akt gjykimi që ka kushtetuese, po përsëris. Kushtetuta thotë, jo akt gjykimi që ka kushtetuese. Kushtetuta është e qartë, thotë partia parlamentare që ka fitue, që ka dole para, fitore, ne kemi qaru fitore relative, se s'mund këtë fitore absolute, ajo e qëtë kandidatin dhe atëherë nuk ka qenë problemi me caktue se kur kuj menja si ka shku që vënë diku 7 herë me qitë njëtin kandidat. Do në thotë në 2014, as këta që janë, po vjekesh, po t'i këshyre qaja, tash këta që janë në pozit, po thoi një 129, po i thoi 128 jak gjykimit, të njëjtit që atëherë përdashin 82-shin për më mësulmu mu. Njëjtit, veç tash janë pushtet. Kushtetuta është e qartë, prandaj, këtu kjo rrugë ka, nëse s'ka vullnet politik, ndoni me qunë gjykatë kushtetuese. Gjykata kushtetuese e shumë ta, as çfarë 60 ditë, 30 ditë, për 30 ditë e shumë ta, do thotë e mbyll. Edhe një të fundit, Fetap Boletini, thotë përshëndetje për profesorin edhe për juve, thotë duke dëgjuar interpretimet e ish gjykatësve të gjykatës kushtetuese, vërejmë mendime të ndryshme dhe argumentime të ndryshme lidhur me çështjen e kryeparlamentarit. E shoqëron me një koment të mos vallë, thë njerëz do drejt ladrovci me zhargonin kur thoshte se ligje si elastiku vlen edhe për interpretimet kushtetuese. Pas ka qenë pak sarkastik. Jo, shikoni, jeta është interpretim, çdo interpretim do thotë është interpretim. Dhe nuk është çaj që e sheh, po është çaj që interpreton. Është postmodernistat i thonë realiteti diskursiv. Kjo që po të them unë sot, siç e thash, kjo është 100% shkencë dhe kështu është, tjetër s'mund të ketë dy rrugë, ose politike, ose përmes gjykatës kushtetuese. Institutet prapo e përsëris, termat që i përdorin edhe kushtetuta dhe aktgjykimet e gjykatës kushtetuese, shumica relative, absolute, shumica parlamentare, ata që kanë që kemë përsërit si tregova, ato në kuptimin laik nuk mund të interpretohen siç po e bojnë, do të thonë, nuk mund është me interpretu në mënyrë laike, ato nuk duhet me pa natyrën e sistemit parlamentar. Për shembull, nuk mund është shefi i shtetit në demokraci parlamentare, që nuk është pushtet, sepse s'është pjesë. Ndarja e pushteteve nuk vlen për shefin e shtetit. A kupton? Ai nuk ka pushtet. Ai vlen për ekzekutiv, legislativ dhe gjyqësor. Dhe duhet me kuptu këtë, kur të kuptojsh natyrën e shefit të shtetit, dhe pse duhet me i thonë ti, shefi i shtetit,
zgjidhe